artisti ju thot mirë mëngjes nga mëngjesi i hershëm i Prishtinës. Sot Prishtina është me diell, edhe sot mëngjes ku mor lajme të mira. Domethënë lajmi i mirë është se po ndodh një hapje, po paraprakisht mos më mron krya. Din kjo hapje modhe kështu e ku mor një kafe mund qetësu, edhe si ta pi kafen kena me vazhdu me e po hapjen e spitalit italian të syrit këtu në Çaklavic. Çka ka më na ofru ky spitale? Çish ka më shku procedura tjera, kena mi kuptu në vazhdim. Domethënë po ja tregoj se kurkush nuk ja tregon juve para përgatitjet se çysh është një hapje, një spitali ose një biznesi i ri. Domethënë halo nuk është hap spitali italian i syrit, kjo është vetëm përgatitje. Janë po shangricat gati. Apo na vol dikush pak. A jeni gëzueshëm për spitalin italian syrit? Qysh nuk jam i gëzueshëm kur çika ka qenë. Po, orime. Kur është era fundit që ki kontrollu ti syt? Unë shumë ma mirë se ti. Për një me, jo, mësë më gotë si mu ka sytë, unë me syza. Para një vjetë i këmë bëhë në sytë operacion. Okej, për shka? Kataraktën e këmë. Okej, ani, tek spitali italian i sytë, apo? 100% i shumë mirë. Okej. Se unë nëzohë dhe peshqë. Për një me? Më vinë 20-30 metra me Shka ju pelqen me nëzonë peshqë, bre? Shka ju pelqen me nëzonë peshqë? Ma mirë me nëzonë peshqë, se me nëzonë femna, se vina plak. Unë, në shka dhe isha një dit me bo, dhe isha me dalë me grep peshkit në shesh. A në shesh? A dhe të më një tërvistë, gjoj. E faleminderit shumë. Jo, diçka për hapjen, na jurim të veçantë. Po marrë një urim, duhet se këta, atër, ku ta ksyjnë intervistën, thujnë, drejtoresh, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit që si jeni. Mirë, na gëzushëm, po ma shumë se ju si na gëzushëm. Edhe na juroj vajzës edhe dhondrit hapjen e spitalit, edhe ju dëshiroj suksese çdo ditë ma tepër. Kur hera fundit e jotja që ki kontrollu syt? Unë i kom sytë mirë. Okej, po duhet me bo një kontroll gjithmonë. Faleminderit shumë. Duhet të i kontrolloj kësmet. Përshëndetje, mirë se ardhët. Mirë se ju gjetëm. Fillimisht infermierja e spitalit italian të syrit. Po, infermierja në spitalin italian të syrit 2. 2, i konë edhe në të parën për mdokët, a? Po. Çka për na ofron spitali italian i syrit edhe me çfarë emocione e pret pacientin e parë nashta në këtë spitalin e ri të syrit italian? Është një ndjenjë shumë e mirë që jemi afër pacientave, duke shërbyer edhe me një spital të ri, thjesht nuk është një ndërtesë e re, është një shpresë e re të gjithë pacientat, edhe i mirëpresim me shumë dashuri, profesionalizëm, shpresojmë që të kalojmë sa më mirë. E krejve këto pjesën e mirë, ta bëj pyetje a ki dërim me shqiptar? Presin rënd shqiptar? Po, patjetër presin. A ka kafe pa parë kush vjen në spital italian synit me prit në rënd? Patjetër, ka pasur gjithmonë dhe do të ketë gjithmonë. Faleminderit shumë. Kam na tregu mas andaj se çka kemi në kat dytë, po vazhdojna pak me këshyr ushqimet. Atë të këshyrim pak ushqimet këshyre para hapjes. I kena kështu, ushqimet e bukura. Po s'po haj pari nëse thojnë kë ka ardhunt. Përshëndetje. Pse po ik Stafi? Se po ik se nuk janë kuceshme civile. Stafi du të me konë shumë të mirë. Unë jam klient. Me klienta janë shumë të mirë, po kur vjen kamera, detyrimisht emocionet. Mos keni najsan kundër meje? Okay. 2 fjallë për hapjen e spitalit italian syrit. Qa të them, një projekt ose s'po di qa të them me vite, do më thonë është një dëshirë që gjithmonë e kemi pas realitet, me realizu. Ku të realizohen, që shto se marova do një kom do ondra, po alo si kom realizu, ku të realizohet ondra, ose diçka. Prap vazhdojmë. Çfarë emocioni nga qatë? Se di qa të thom, emocioni pa përshkrushëm. Burem me familjen tem, me stafin, emocioni. Mirë, stafi. Emocioni madhë. Faleminderit shumë. Për këtë popull, për pacienta, me jap shërbimin, që edhe jashtë besoj nuk ka kësi shërbimi, me aparaturat ma moderne. I kemi prunë Kosovë. I pom na, edhe do t'i shohim edhe nga afër, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit e pejteje, faleminderit shumë. Veç suksese juve. Suksesi, që kja fjallë neve na ka mytë.
Ale shyena pak tek. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Krejti go morë një intervist, po këta s'po e din kënd për marrë se është një intervist. Unë jam Iliri, jam baba i Gzonit të Dhandit. Okej. Edhe kryesorin ashta. Jo kryesori janë djemt. Djemt, a si përzihesh djemt? Ha? A i përzihesh ka pak? Do të më përzit me një muse, jo do të më Okej, përzit për të me mirë. mësu. Vesh për të mirë gjithmonë. Tregon na pak këto emocionet e veçanta për hapjen e Spitalit Italian të Syrit. Emocionet veçanta ka kënaqësi, vesh kënaqësi, edhe uroj që të shërbej gjithë popullit tonë, kudo që janë, mundohemi ne si staf edhe këta si staf gjithë të jenë sa ma nivel, sa ma mirë, edhe asnjë njeri mos të deli pa kënaqur për këtu. Do më thonë detash të Spitali Italian i Syrit 2. Unë jam konë edhe në porën e kom vizituar, kanë po njerëz nëse e kanë po. A do të vazhdoj Spitali Italian i Syrit duke bo pika të reja? Nuk e di. Duhet mas pore këto me ngret nivel sikur dhe të pika tjetër e tani ta këshu. Unë e di. Investimet në Meksikë janë shumë të mëdha. Edhe jo veç investimi, po qëllimi është të fundit na shta. Nuk qëllimi është shërbimi. Se të e bën investimin, po qëllimi është shërbimi me met maksimum. Edhe diçka për fond, unë e di si djalë i ri se çdo biznes duhet me pas një rregull parimor për me u zhvillu si biznes. Cili është rregullin ashta i Spitalit Italian Syrit, nishit? Pacienti. Suksese, faleminderit. Suksese dhe ju, faleminderit. Jeni të mirë pritur gjithmonë. Faleminderit. Ju jeni shpirtiu. Radio dhe televizioni duka gjinit është nga partnerët tanë më të mirë. Kështyra ka mirë edhe thuj kevin kështira ka pa parë kontrolën gjithmonë. Jo veç ti, po gjithë stafi radio dhe televizioni. Faleminderit ju. Faleminderit. Respekt. E janë me mua të ekspirojmë shërbimet më të reja në vendin Spitalin Italian të Syrit 2. Këtu është dhoma ku mirëpritën pacientat përpara se të hyjmë te dhoma e doktorit. Tani jemi në dhomën numër 4, e cila është dhoma e shërbimit të doktorëve, ku pacientat pasi vinë mirëpriten nga doktori, është e pajisur me të gjitha aparaturat e nevojshme për një ekzaminim sa më cilësor. Këtu kemi dhomën e ekzaminimit të pacientave, ku bëhen matjet paraprake para se të vazhdojmë te pjesa e doktorit. Tani jemi në dhomën ku bëhen ekzaminimet posteriore të pjesës së pasme të syrit. Tani kemi dhomën e shërbimeve laserike. Tani jemi në dhomën e zgjimit të pacientave, pas intervenimeve kirurgjikale, pacientët kalojnë në këtë dhomë. Kalojmë tek njëra nga sallat të cilat ofrohen shërbimet kirurgjike në spitalin tonë. Ju falenderoj të gjithëve, le të jetë ky një fillim i mbar me këtë lokacion dytë edhe jo të fundit. Okej? Metoda fem të lasek, 20 pacientat e parë me 20% zbritje. Në Xhitani vendet janë të limituara. Na për momentin jena këtu me doktorin Bojar Rizvanolli. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Doktor, sot unë po duam fillimisht me ju përgëzu për Spitalin Italian të Syrit. Edhe kisha dashur me ditë fillimisht për cilës ditë janë Spitali Italian i Syrit me i prit pacientat e parë ose njerëz që kanë nevojë. Faktikisht hapja solemne është sot dhe prej sotit vetëm fillojmë që të pranohen pacientat. Kjo është njësia e re, objekti i ri, e kemi edhe njësinë e parë, me cilën kanë fillu para diku afër 5 viteve, edhe këtu është njësia e re, Spitali Italian 2, ku fillojmë prej sotit zyrtarisht, faktikisht me intervenimet edhe me krejt të shërbimet që i ofron Spitali Italian.
Faktikisht në spitalin ton kam ofru gamë e gjerë, do më thonë komplet programi i operacioneve të syrit çka lejohen të bëhen në Kosovë. Kemi intervenimet laserike, cilat janë specifike këtu, po i kemi 3 lasera, po kemi edhe kirurgjin refraktare, vitroretinale, ka me qenë tashëmbas edhe kirurgjia e fëmijëve, të strabizmi edhe të devimet e syrit, edhe gjitha tjerat krejt komplet që ka ofran gama e operacioneve të intervenimeve kirurgjike të syrit. Përshëndetje, jemi në qendrën e dytë të Spitalit Italian, këtu në pjesën e Veterniku, tani e njoftën pjesa tjetër e qytetit të Prishtinës, me një hapje sot mjaft të madhe dhe glamuroze. Jemi në dhomën e ekzaminimeve ku do të siç po shihet janë një numër i madh i aparatura mjaft moderne, të cilat për herë parë veç kanë gjetë përkrajen dhe zbatimin të ne. Qysh nga qendra e parë i Spitalit Italian para 5 vite, tani kjo qendër është një stad edhe më i avancuar sa i përket aparaturës dhe teknologjisë, si në atë diagnostike po dhe në atë kirurgjike. Tani jemi në reportin kirurgjik, ku Spitali Italian 2, si po një tani nga sot, ka 3 sallë operative, sa i përket sistemit të hapurave kirurgjike, dhe 2 salla tjera laserike. Me këtë, na po e përmbushim gamën e intervenimeve në oftalmologji, sa i përket intervenimeve në çdo aspekt nga fillimi deri në fund. Sa i përket teknologjisë, po jap shumë fjalë, lavdata, po ju do të shikoni edhe nga video që po i postojmë dhe i shihni edhe nga incizimet, që janë teknologjia e fundit e cila përdoret kudo në botë, në qendra shumë të njohura botërore të oftalmologjisë. Stafi po ashtu është i kompletuar dhe po vazhdojnë gjithmonë po rritemi, kështu që me këtë rritje na veç që kemi dhënë atë konceptin e shëndosh për popullatën e Kosovës dhe rajonit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Egzon Osmanaj, drejtor i Spitalit Italian Syve. Është mas një rrugtimi 5 vjeçar në Kosovë, vendosëm me hap spitalin e dytë, pikën e dytë tonë në Veternik. Thjesht kërkesat e mëdhaja, kërkesa për kapacitetin më të mëdhaja dhe kërkesa për shërbime më të mëdhaja, më të thella dhe më të avancume, na ka shtyr me marrë këtë vendim. Është një punë 3 vjeçare tashmë, prej themelit dhe deri në këtë pikë, edhe është vetëm fillimi. Është vetëm fillimi për një prezencë më të madhe tonë në Kosovë dhe në rajon. Na momentalisht jem krenar që me pranu që jem më të mëdhejt në këtë sektor në Kosovë, po qielli është limiti. Ceremonia e hapjes të Spitalit Italian Syrit po vazhdon, e po ma marrë mendja se përmes këtij xhirimit keni mësuar shumë për këtë spital, po edhe më shumë mësoni nëse vini edhe e vizitoni fizikisht këtë spital. Kështu që ne po vazhdojmë me festu bashkë me këta, e jo mos harroni sa keni nevojë me ardh tek Spitali Italian i Syrit.